sot fillon procesi i rikonstruimit të qeverisë, ndërsa sipas informacioneve takimet e para me partnerët e koalicionit Vlen dhe Znam do të mbahen nesër dhe të shtunën. Pas kësaj do të dihet se cilët ministra dhe drejtor do të largohen nga pozitat për shkak të mungesës së rezultateve në punën e tyre. Kryeministri Christian Mickoski tha se deri te ai vijnë informacione se një pjesë e ministrave nuk e kryejnë punën e tyre, por vetëm i shfrytëzojnë privilegjet e pushtetit. Gjersa shtoi se nuk do të ketë tolerancë të papërgjegjshmërisë dhe devijimit nga parimet e qeverisë. Очигледно има и такви кои фотелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека дел од министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди. Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani, pasi u përplas me udhëheqjen dhe më pas u largua nga Vlen, pozita e tij në qeveri u bë e pasigurt, por jo zyrtarisht thuhet se ai është në marrëdhënie të afërta me Mickoskin dhe se mund të mbetet në pushtet pavarësisht kërkesave të Vlen për largimin e tij. Limani sot tha se nuk është fare e rëndësishme nëse do të jetë në funksion apo jo. Дали сме министри или не сме, до последниот атом треба да видиме за да ги спречиме ваквите случаеви, не да се бавиме со тоа кој ќе биде иден министер на колку биле и колку прошле и колку ќе има министри овде, се ќе зависи кој трак оставевме ние во овие сали и во тие министерства што сме. Nga ajo që është tashmë e sigurt, zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë, Arben Fetai, nuk do të jetë më pjesë e kabinetit qeveritar, pasi është pranuar dorëheqja e tij. Sipas burimeve jo zyrtare, në rikonstruimin e qeverisë mund të ketë edhe ndryshim të resoreve mes partnerëve të koalicionit.